Një rast pengmarrje ka ngritur në këmbë e efektivët e policisë së Vlorës, të cilët menjëherë pas një telefonate të mbërritur nga jashtë vendit, janë vendosur në lëvizje për gjetjen e një shtetasi. Pas kontrolleve të imtësishme të zgjatura për disa orë në zona të qytetit, por edhe banesa është bërë e mundur gjetja e personit i cili ishte marrë peng, teksa policia thosë se ka shoqëruar në komisariat dhe po vijon hetimet për rastin në fjalë edhe autorët e kësaj ngjarje janë tashmë në polici dhe pritet një verdikt zyrtar. Ka qenë motra e pengut e cila jeton në Suedi, ajo që ka njoftuar policinë e Vlorës, e cila ka nisur hetimet duke bërë të mundur gjetjen e banesës, por edhe shoqërimin fillimisht për në polici të 3 të rinjve. 3 personat janë arrestuar në flagrancë nga policia e Vlorës, pasi dyshohet se janë ata autorët e përfshirë në rastin e pengmarrjes në qytet. Sipas burimeve policore, të arrestuarit dyshohej se prej datës 28 nëntor banin të izoluar një shtetas në banesë me qëllim ushtrimin e presionit për gjovënie. Si rezultati i veprimeve të shpejta dhe profesionale, në kuadër të operacionit policor të koduar Hostage, u bë e mundur kapja në flagrancë e shtetasve JZ 25 vjeç, OQ 18 vjeç dhe VA 35 vjeç, të 3 banues në Vlorë. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas në rrugën Janash Kilica, Lagja Osman Axhiu kishin rëmbyer dhe mbajtur peng prej datës 28 i 11/2025 shtetasin FG 39 vjeç, banues në Mitrovic, Kosovë, duke e dhunuar fizikisht dhe duke i kërkuar shumën prej 70.000 eurosh për lirimin e tij. Gjatë operacionit policor u bë e mundur lirimi menjëhershëm i shtetasit të mbajtur peng, i cili ka marrë edhe kujdesin e nevojshëm shëndetësor. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesë, në posedim të shtetasit, JZ u gjet dhe u sekuestrua një sasi e dyshuar narkotike, Lloyd Cannabis Sativa, si dhe një radiomarse dhënëse e ngjashme me ato të policisë. Gjashtë plus një Vlora, mëngjesin e kësaj të premteje, ka arritur të gjejë godinën e banimit, ku mbaj peng shtetasi nga Kosova prej disa ditësh, një pallat 7 katësh në rrugën e re në Vlorë. Pengu dyshohej se mbaj në katin e 7 të pallatit. Në zonë ka banor të tjerë dhe biznese, sigurisht ka kamera sigurie, të cilat kanë qenë dhe do të jenë ndihmes për zbardhjen e kësaj ngjarje. Ndërkohë për rastin policia e Vlorës po vijon ende mbledhjen e provave. Në dëshminë e tyre në komisariatin e policisë së Vlorës, 3 të akuzuarit për pengmarrje nuk e kanë pranuar akuzën. Sipas tyre, nuk e kanë marrë peng shtetasi nga Kosova. Ata tregojnë se ky shtetasi ka marrë më parë borxh prej 70.000 eurosh. 3 të arrestuarit japin edhe versionin e tyre të ngjarjes. Sipas tyre, e kanë mbajtur këtë shtetas të mbyllur në banesë duke i kërkuar të kthejë borxhin dhe do ta mbanin derisa ai të bënte të mundur shlyerjen e këtij borxhi. Dyshohet se borxhi ishte për çështje droge. Shtetasi nga Kosova, sipas autorëve, ka dalë garant se do të dërgojë një dërgesë me drogë jashtë vendit me vlerë rreth 70.000 euro. Autorët i kanë dhënë drogën, ai e ka çuar jashtë vendit dhe nuk i ka kthyer më pas shumën e premtuar. Ngjarja është ende në fazë hetimore, ndërsa policia ka nisur të gjitha veprimet procedurale për dokumentimin e plotë të rastit, si dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore për secilin prej të shoqëruarve.